vdekjen, shumë të ri po vdesin. Desin kjo vdekje papritur, shenja kiametit, të si kanë thonë dietarët, një shenjë, kjo është shenja kiametit, Allah alem bin muradi jamon, thënë që për çat përgatitur se di kur e ki vdekjen. Shumë veta thënë defalna për njerë, bëj që kaq, ta bëj ketë, ta bëj kure shon nesër bëj qesin, një posh, jo si njoni kishton dhe pisot, dhe bëj qka s'mos nesër dhe pendona, ra me flet edhe nuk u zgju. Ra me flet nuk u zgju. A be posh, e po. Mos e vano pendimin. Shpejtoj, pendo, para se me tar vdekja. Mos e prit vdekjen pa pendim. A be i ri jam, i ri pe ja tregova dhe njonit mesele, se shumë kur të merr pjesë në porra gjallar kje, edhe isha, po, a garanton që nesër, po, a be i ri jam. Po, më thash një mesele, i shkon një gjemat plak, te i ri çdo herë ka quhe në shpinë xhami. Qo, a më nesër e selam hoxha, a gji filoni s'ka nabe, a e kon musoj s'punta se më s'ka ndruje ta shomi, e falin sabajt, kur shkojnë trokinet e dera, selam alaikum, selam, haba gjajrë Allah, si e mirë, alhamdulillah, po s'po del tash më s'ke ndru jetë, jo, po tha, mu mirë jam shnat, pa i rive që mojke, ka ndru jetë atë s'ka kush në mqese. E kanë prit plakin, ki ka ndru jetë, kur mos jetuj, duke shtatë ka rend, jo të alloj s'kar, të alloj ka rend, a i ri, a plak, të alloj rend ka, duke shtatë që e mur pa rend, se më përzimin caktimin allajt. Zdihet a plaka i riu, vdes Për qa jo, është osuna, për qa pendo, prit e pendimin, prit e vdekjen me pendim, mos e prit vdekjen pa pendim. Subhanallah, se valla bila, si kallëzojnë, pa namaz vështira, se pa Allah, inshallah, i dreton kedre dhe neve.